Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bashkëbiseduar këtë të martme me tregtar dhe qytetar në tregun industrial në kryeqytet. Ai ka premtuar se shteti do të ofrojë kredi të butë për çdo çift të ri. Do ta bëjmë test më mirë. Inshallah. Po. Inshallah. Absolutisht, sepse do ulim barën fiskale. Bashkisë do t'ja vëmë kufirin tek thanat, që të mos guxojë të vëmë taksa më shumë se 1% të xhiros. Janë një seri masash, do falin të gjitha gjobat që janë vendosur me ju. Çdo gjobë do falet. Mbi biznes e vogël. Çdo ditë u telefonojnë smurve. Këto 3 muaj nuk keni mjekim. Kemi pru 3 ciklotronë. 1 në neurokirurgji, 2 në onkologji. Se duan, pse janë pru 3? Janë pru 3 në mënyrë që kur vendit mos metet, se shumë i domosdoshëm për diagnozë dhe për smundje. Sot asnjë nuk ekziston, nuk funksionon. Qindark për qindark, çdo i përndjekur brenda 4 viteve do marr çdo gjë që i takon. Inshallah. Është zotimi jo inshallah. E ato e ketë sigurt. Është zotimi im solemn. Prandaj, jo. I gjithë detyrimi dhe borxhi ndaj tyre do shtyhet brenda këtij mandati që vjen. Tani ne do bëjmë gjithçka për një hapësirë më të madhe për ju, për një jetë më të mirë, për t'u lehtësuar, në mënyrë që taksat të jenë shumë më të ulta se tani. Po ashtu në bashkëbisedim me qytetarët, lideri i opozitës ka shtuar se çiftet që do të marrin guximin të bëjnë një fëmijë të tretë do u arrisë shteti.